Në sfondin e kuq simbolik, Bledar Çakalli ka sjellë historinë e Kukësit dhe të Kosovës, bashkë me disa prej figurave kombëtare që kanë kontribuar në mbrojtjen e çështjes shqiptare dhe aspiratën për bashkim kombëtar. Jemi në rrugën e Kombit, vetëm disa metra larg hyrjes së qytetit të Kukësit, ku harta e Shqipërisë etnike rrëfehet përmes një historie arti. Çështja ime dhe kauza është për figurat kombëtare, shpreh Çakalli, i njohur ndryshe si artisti i rrugëve, që edhe pse deri tani ka marrë vlerësime dhe mbështetje nga qytetarët, institucionet i kanë munguar në përkrahje. Dashuria për Kombin dhe trashëgimia familjare, trashëguar nga babai, e kanë shtyrë të nisë edhe këtë rrugtim artistik që në moshë të vogël. Është diçka që bëj me zemër, diçka që e ndjej dhe e kuptoj peshën që nesër pas nesër kjo do japë rezultate. Muraleve të tij që i realizon me stil grafiti u parashikohet jetë gjatësi deri në 15 vjet, duke u kthyer kështu në monumente të qëndrueshme të kujtesës kombëtare në hapësirat publike. Përshëndetje dhe mirë se vini në Çamiko. Në këtë takim të radhës kam derin edhe kënaqësinë që të kem të ftuar edhe të zhvilloj një bisedë shumë interesante, jo vetëm për çamërinë time të dashur, po për gjithë ato troje që jehojnë sepse flasin gjuhën shqipe, po njëkohësisht mbajnë edhe atë erën e shqiptarisë, sepse ai që kam të ftuar në fakt është ai që duke sigur përbashkon nga ana vizuale, po jo vetëm nga ana vizuale, të gjithë shqiptarinë, të gjithë shqiptarët që janë zhvendosur në 6 kufi të ndryshëm e që rrethohen nga shqiptarët e vet, një fat që nuk e kanë të gjithë kombet e tjerë, që të ndahen në kufi zyrtar, por nga ana tjetër edhe për te i kufirit të gjenë shqiptarët e vet. Bledar Çakalli, të them Bledi? Po, patjetër. Se më duket pak më e afërt edhe ndoshta nuk të njohin të gjithë, po ama të gjithë besoj kanë dashamirësinë të të thrasin Bledi si të ishe një mik shtëpia apo një shok i tyre, sepse përafron qoftë në rrugët që bëjmë neve, rrugët e kombit ton, po ngado një lloj ndjesie të shtëpisë, pra të njeriu të familjar, prandaj sot po them Bledi. Faleminderit që erdhe në Çamiko. Mirë gjeta. Erdhe nga një rrugë e largët nga Kosharja. Nga Kosharja. Çfarë po bëj aty? Dhe detyra si gjithmonë është moralja për dëshmorët e Kosharës. Më saktë është thyrja e kufirit shqiptar në Kosharë, që për mua shpesh herë them që nuk janë thjesht morale, aty është historia, aty është krenaria, aty janë shumë sende që mund të tregohen, edhe jo nuk është e paqëllimshme çdo pengesë që nxirret në çdo lloj morale që po bëj. A të vjen keq që të rinj dhe të reja shpesh herë gjën të pa informuar për historinë, në një kohë që ty të duhet edhe të dëgjosh historinë, ta shfletosh librin e historisë shpeshherë për të mos rënë pre ndoshta e legjendave ose e rrëfimeve që mund të trashëgojnë brez pas brezi. Pra për ne duket e thjeshti, vizaton, shkon diku dhe bën, domethënë ke imazhet e tu, ke heronjt e tu edhe po i vizaton. Po në fakt pas besoj që ndron një punë gjatë, që ndron njoja e historisë e gjithçka. Dhe si ndihesh kur të del para ndonjë nga këta të rinjt që prek libër me dorë? Shiko, historia shqiptare ka shumë pjesë që i mungojnë. Ka mungesë, ka dhe dërfëmime. Më ka rastis në disa morale që ka pas tentativa që ndryshohet historia. Me një personazh, me një figurë konkrete. Për shkak edhe disa arsye shumë absurde. Dhe kur e ceka pak më parë këtë dëfrëmimin e historisë, unë e kam përjetuar vetë tentativën me deviju këtë figurë me bë diçka tjetër.
Edhe besoj që ka ndodhur edhe më para. Nuk është histori e vërtet 100% çka kemi mësuar në për libra. Pra ti thua që nëse ka tentativa për të ndërhyrë një artisti si ju, me siguri ka pasur tentativa për ndërhyrë edhe në shkrimin e historisë, në librat e historisë nga do. Edhe kjo pjesë jam tregu shumë i kujdesshëm. Mos më bë kompromise, më tregu gjithmonë të vërtetën, se për fat keq neve ne kam shkruajt tjerë historinë, vetë kena marrë shumë pak nisma që tregojmë historinë e kombit tonë. Dhe kjo ka qenë qëllimi që në fillim, mos më bë kompromis me historinë e vendit. Është shumë e bukur kjo edhe më pëlqen shumë, ndaj me shumë kënaqësi të kam ftuar këtu, ne njihemi pak edhe përmes televizioneve apo si thuash rrjeteve të tjera sociale, po puna jote është e jashtëzakonshme, për te faktit që thua ka pasur ndërhyrje e gjithçka tjetër. Ajo që më ka bërë përshtypje mua kohët e fundit në rrjetet sociale ka qenë një histori e juaja në lidhje me çamërinë, me vizitën tuaj në shtetin grek patjetër një lloj përjetimi nga ana juaj. Çfarë ndodhi në Greqi kur ishit, nëse do duhet na i rrëfesh për gjithë ata që nuk e njohin ose nuk e kanë lexuar këtë pjesë të historisë në rrjetet tuaja sociale, në gjitha hapësirat ku ti ke mundur ta rrëfesh? Shko, para disa vitesh kisha komplekse të tregoja të vërtetën që ka ndodhur dhe që ndodh në troje të tjera jashtë Shqipërisë. Për disa arsye, më shumë për vetëmbrojtje, por tashmë që çdo gjë është bërë publike dhe sulmet nga mediat greke nuk po ndalen, tashmë nuk ka asnjë lloj sensi mos më dhënë një shpjegim për çështjen Çame. Unë çështjen Çame kam pa me një sy tjetër, dhe e shikoj prapë me një sy tjetër. Shqiptarët përgjithësi njohin vetëm genocidin. Po, vetëm 1944. Shumë e vërtetë. Dhe kur përmendet Çamëria, automatikisht shkon me një genocidi. Por nuk dihet ose nuk ka shumë informacion për molosët, thërspotët, kaonët. Çështja Çame nuk vazhdon ke genocidi. Është fundi i historisë Çame. Genocidi Çame. Ne do të synojmë me tregu të vërtetën e periodëve. Kush jemi nga vim, nëse ne nuk tregojmë nga kena ardhur, në kur mund të ecim përpara. E njëjta gjë ka ndodhur me shqiptarët e Kosovës. Përmendë vetëm lufta UÇK-s. Duke lënë pas dore historinë e Dardanëve. Duke lënë pas dore 100 vjet pushtimin e Serbisë dhe genocidet, vrasjet, burgosjet e shqiptarëve të Kosovës gjatë regjimit komunist. Ne nuk mund ta nisim historinë nga fundi. Ne do të më nis historinë nga aja. Dhe historia që ka dhënë edhe sulmet e mediave greke dhe ekstremistëve në thojza në Greqi, shtetin grek, ka qenë i qëllimshëm dhe jo i vërtet. Grekët e dinë fare mirë kush janë troje shqiptarë. Ti e ke kuptuar që në fillim se çfarë shkruanin mediat për ty, ke qenë interesuar që atëherë apo ke thënë okay, këtë punë kanë. Domethënë se ka njerëz që përpiqen të jenë indiferent. Unë për vete nuk jam dot indiferente kundrejt atyre që shkruan një gazetë greke, domethënë sa herë që bëhet fjalë për shqiptarët, sepse dua ta shoh çfarë konotacioni ka për çdo histori që rrëfehet aty. Shiko. 1923 është bërë shkëmbimi i popullsisë. Po. Edhe mbi emrat më të mëdhej të krahinës Çamërisë i ke në Shqipëri dhe në Turqi. Por shumica janë këtu, në Shqipëri. Duke njoh historinë me shkëmbimin e popullsisë dhe grekët e Izmirnit, që janë dërguar në
tokat e Çamërisë dhe kanë marrë pronat e shqiptarëve autokton që pak shumë do pak vëmendje dhe do kuptosh një diçka shumë të madhe. Se shpesh fajsohen çamët pse nuk reagojnë, pse nuk luftojnë si shqiptarët e Kosovës, është komplet situatë tjetër. Po, sepse kushtet historike janë... Kushtet historike, por një gjë... Edhe ndërkombëtarët kanë qenë më gati për të favorizuar. Ndërkombëtarët është çështje tjetër. Në qoftë se shkon son Çamëri, unë kam qenë një person që kam rrezikuar shumë herë jetën. Unë jam shumë i qartë që unë nëse kap në tokën territorin e Çamërisë, që sot është në shtetin grek, unë jam i bindur që unë të përfundoj në burg. Dhe kam marrë këtë rrezik shumë herë. Por doja më thonë që çamët autokton shqiptar që ndodhen Paramithi, Filat, Parga, Trojat, Matan Kufirit, i ke buq, e shumëta kanë një kafe në fshat. Qoftë se shikon grekët që janë ardhur nga Izmirni, i ke prokuror, i ke gjyqtar, i ke shefe policia, kanë gjithë shtetin dorë. Dhe ky është ndryshimi shumë i madh që ne nuk, ose shumë nuk e thonë, ose nuk e kuptojnë. Shqiptarët e Kosovës kanë pas disa drejta. Por nuk janë dobu, si që dobu në çamët. Prandaj është shumë e vështirë të ngrihet çështja e çamëve dhe të punosh për çështjen e çamëve. Po, sepse në Kosovë drejta e shqipes ka qenë e kurdohershme, pra ka qenë gjithmonë, ka pasur shkolla shqipe, ka pasur, është një lloj si unë shpesh e bëj krahasimin me arvanitasit dhe me arbëreshët. Arbëreshët pavarësisht se 500 vjet më parë shkuan aty, 1600-ën kanë ende ligje dhe rregullator ku kërkojnë të drejtat e tyre dhe shteti italian ja njeh ato të drejta duke respektuar gjuhën. Dhe prandaj ata e kanë ruajtur dhe flasin me kaq dinjitet arbërishtën e tyre, domethënë arbëreshën e tyre. Nga ana tjetër arvanitasit nuk e flasin se kanë pasur këtë mundësi, kanë qenë gjithmonë të ndrydhur. Është shumë e vërtetë kjo. Kjo është thelbi i historisë. Po, se s'të lë të as të zhvillohesh. Ti ke frikë. Kjo është e pamundur. Unë kam lëvizën shumë troj shqiptare, që është e vërteta. Edhe në trojet shqiptare në Serbi, në Maqedoni, në Malzi, por e vetmja krahin që mu më kthen 100 vite mrapa dhe ma jepat ndjesinë që unë po kthehem në histori që kam përjetu populli shqiptar, është Çamëria. Duke qenë i vetëdijshëm që jam person i shpallur, non grato, ose person i rrezikshëm për shtetin grek, unë jam i vetëdijshëm që nëse kapem, edhe mos mund të kthehem fare në Shqipëri. Si e kuptove ti këtë? Domethënë çfarë shkruanin gazetat greke në atë kohë për ju? Domethënë çfarë i bëri ata të çihnin si person të rrezikshëm? Si të përshkruanin ato? Se unë dua të di si të përshkruanin ato për të kuptuar pastaj edhe ndjesitë e tua. Ti si e çam një herë që ta unë nuk jam çam, që ta sqarojmë këtë. Libron, por nëse është nevoja unë jam çam, nëse është nevoja jam i Kosovës. Shqiptar i Kosovës, patjetër. Nuk e shoh më shumë thelbin e kombit sa të një krahine. Jam e bindur për këtë. Dhe që po thoja, si e shoh në mënyrën e vet grekët, ka kohë që emri im ka shkuar në autoritetet greke. Dhe nuk ka qenë, unë e prisja, nuk është se prisja këtë gjë, por problemi ka qenë ke titullit që është vendos nga disa media greke për arsye që çdo lloj kazu e drejtë do mundot të hidhet balt. Titulli që nuk më pëlqeu ka qenë aktivisti për Shqipërinë e Madhe, Leda Çakalli, provokon videoshok. Imagjino të tregosh diçka shumë të vërtetë që ta tregon dhe historia. Ata s'kam se e marrin për videoshok. Se këtë ta ka treguar historia, ka fol Europa, ka fol bota. Pavarësisht se sot jemi në kushte
të ndryshme. Edhe artikullin, unë kam marrë një çmim në Deçan të Kosovës nga shoqata e veteranëve të Deçanit. Për fat keq, Serbia dhe Greqia UÇK-n e kanë si organizatë terroriste dhe shkrimet që janë bërë kryesisht janë kap kjo pjesa që unë financohem nga një organizatë terroriste që s'është as pak e vërtet. Do me thonë, imazhi që po m'jepet mu në shtetin Fiqin është që aktivist i mbështetur nga shoqata terroriste. Dhe kjo është shumë e rrezikshme. Në fakti nga se mbështetesh, përveç dashamirësve që e duan edhe që janë patriot, ndoshta të këtij vendi ose që e duan historinë, si ja delte? Unë kam vite në terren. Vitet e parë kanë qenë çdo gjë vetë financim, ka qenë vetë reagim rreth parë. Nuk kërkova llogari nga askush të bëje diçka për vendin, por ja nisa nga vetja. Pastaj punimet u pëlqyen. Pastaj nuk kam qenë dhe i vetëdijshëm që do arrin këtë pikë. Thjesht kam ul kokën, kam punu në mënyrën time. E kishe çështje pasioni këtë? E kishe çështje më shumë apo revolte? Revolte. Revolte. Edhe gjeta mënyrën si më dhanë mesazhin. Edhe pjesa e financimeve dihet tashmë. Çdo gjë që kudo që shkoj janë njerëzit, janë shqiptarë të vërtet rreth parë që kanë mbështetje nga ato, por për fat mirë tashmë po vazhdon të reagoj edhe pak shteti i Kosovës, edhe këtej nga Shqipëria, po shifet pak a shumë si një detyrë, jo vetëm e imja, por e gjithëve që t'japim kontributin gjithë nga pak. Ke ndër figurat shqiptare, ke Piron e Pirit, Marko Boçarin, nuk e di, më thuaj, do me thënë, është një zgjedhje për ta nisur nga ata heronj që duhet të bëhen të njohur edhe për te gjenocidit ashtu siç më the në fillim. Ne për fat mirë, Tani, do me thënë, më fol pak për heronjtë e mi. për fat mirë, trojet shqiptare kanë shumë. Për fat mirë dhe për fat keq do të thonë se ato janë të vramë, janë dëshmor. Mund të kishte qenë edhe ndryshe historia, por pa e marrë nga ana pozitive. Për fat mirë, trojet shqiptare kanë shumë heroj. Kjo do të thotë shumë për ne, që një popull ka luftu. Është se ngjem shpesh që ne nuk kemi reagu, nuk kemi luftu. Jo, unë se besoj këtë, nuk bie dakord me këtë, për sa kohë them që pavarësisht se kjo Shqipëria ka këto kufi zyrtar, edhe në 6 anët e saj, domethënë për te kufive, Shqipja është Shqipe. Shqipja është Shqipe për te oqeanet, edhe te Dua Lipa, edhe ke Bebe Rexha, edhe te domethënë edhe për te kalo sa të duash. Mjafton përmendim betejat që kanë fituar shqiptarët, edhe betejat që kanë fituar shqiptarët ka qenë historikisht një numër shumë më i vogël edhe njerëz që kanë luftuar me një shtet. Për shembull marrim betejën e Lumës ose Elezi Sufin e Dibrës. Po. Që Serbia ka qenë e mirë organizuar me luftu kundra shqiptarëve. Shqiptarët kanë luftu një krahin me një shtet, edhe prap kanë dalë luftë fitimtar. Kjo është një gjë e madhe që rrallë ka ndodhur me shtetet e botës. E botës, shumë e vërtet. Mund të ketë pas luftra, po luftrat që janë zhvillu shtet me shtet. Po. Por jo si ne kemi luftu krahina me shtet. Kur nuk kemi qenë bashkum edhe të luftojmë të barabartë. Asnjëherë s'kena luftuar të barabartë. Po kemi pas edhe kemi pas gjithmonë një shtet, kjo ndodh ndoshta edhe sepse kemi pasur gjithmonë një shtet të dobët ushtarakisht, në kuptimin e organizimit shtetëror. Ashtu sikurse mund të them që po prap shteti jonë është ky që e tregon historinë ose e lejon që historia të shkruhet nga të tjerët. Dhe në këtë këndvështrim nga ana organizative ne kemi qenë gjithmonë shteti dobët. Kjo është e vërtetë dhe prap ne ende sot nuk mbrojmë dot të drejtat tona kur vjen puna tek shqiptarët
e Kosovës, shqiptarët tanë që jetojnë emigrant në Greqi, sa të drejta u shkelen atyre çdo ditë. Kështu që jemi detyruar të luftojmë ashtu me krahina, siç thuat. Jemi detyruar Kemi për qenë faktin që detyruar. sot e kësaj dite Shumë e vërtet. kur përmendet çështje kombëtare janë shumë pak individ që dalin e flasin ose bëjnë gjëra konkrete. Çdo kush që mund të edhe e ka mundësinë ta bëjë diçka nuk mund ta bëjë për disa arsye. Unë dola se unë e kam marrë parasysh si jetën edhe vdekjen. Sa vite ke që do më thënë ke dalë si artisti i pavarur për të bërë pikërisht të që bën sot? Pra, për të kuptuar që nuk është se erdhi fama brenda ditës, apo ti je sot në këtë nivel artistik që mund ta realizosh shpejt një vepër? Unë ja kam nisë ndjenjen për troje shqiptare kam pas që i vogël. Po. Edhe majme në fillimet që kanë qenë, kur kam qenë në 19 vjeç, diçka e tilla të rëshend, por si që thash më parë, jo me idenë që të marrë emër, të marrë famë, thjesht vetragi, më shumë ka qenë punë kaçakshe. Po, e kuptoj. Natën. Dhe do të tregoj një rast 2009 janar 2022. Ka qenë vetëm një aksion që unë jam ndjer shumë keq. 2022-shin më lindi vajza. Unë kisha vendosur me ikë në qamëri. Lash nusën në spital, nuk nejta me pa fëmin. Ishte Filati, zona që do shkoja, edhe me parulla, Sprite, shqipojnë. Do me thonë, arma ime ka qenë flamuri kombëtar, Sprite i përshkrim. Asi gjë tjetër. Nuk kam shkuar ndej me bot terror në ato zona. Kam shku me thonë diçka të vërtet, që mohohet atyre, që ka dhe shqiptar nga Filati, pavarësisht se kanë në shtetësi greke që ja pranojnë që janë shqiptar. Po, e kuptoj. Dhe qatë kthimit ka qenë një ndjenjë shumë e veçantë dhe çështje që nëse u kapja nuk do u kthesha më. E ke realizuar punimin gjatë mbrëmjes, si, domethënë, si në pikë zgjedhje. Ka qenë dita e shkurtër, një kohë shumë e shkurtër që mund të veprosha. Arrita veprova ndalja të Filatit, u futa malit. Unë gjithmonë nga që e kam ndaluar me shkoj malit e kthej malit. Po. Dëgjoj zëra. Isha ndjekje nga policia greke në 2 grupe. Grupi i parë që ishte poshtë dhe grupi që ishte lart. Unë isha në mes. E kuptoj. Nga që e kuptoj greqishten edhe po thoshin nuk ka ikësh diku këtu. Aty ka qenë momenti më i vështirë që nuk ka mendu për jetën time, nuk ka mendova fare. Ka qenë thjesht ajo ndjenja që lash nusën në spital, e dija që prisja fëmin, po thashëm lam pa dhe fëmin. Të paktën kisha pa fëmin tim, ta njifsha ku. Ky ka qenë momenti më që jam prek shumë. Dhe prap shkon andej. Prap do shkoje. Një farë kohë nga që u bë shumë problem se mënyra si arrita mua rathis nga policia greke nuk ka qenë e mirë. Madje janë futur dhe territorin e Shqipërisë në Konispal që më kap. Po. Dhe isha shpkut për një farë kohë. Por gjithmonë thash kjo është detyrë dhe detyrat nuk është e lehtë të marrësh diçka përsipër, të flasësh për Çamërinë, të flasësh për Iliritën, të flasësh për Kosovën dhe troje tjera dhe mos bësh asgjë. Mos veprosh. Po. Të vinë mesazhe domethënë të atyre personave që nuk janë shumë dashamirës të shqiptarisë. Shiko, këto i kemi pas. Sepse të gjithë synojnë të thonë që jo, Shqipëria etnike është një gjë që ju nuk duhet ta kërkoni, okay, kërkojmë të flasim shqip edhe të respektohemi edhe në territorin
për te kufirit, kupton? Ne si kom kur s'kena pështu askënd. Ky është fakt. Por unë kam ndjerë, për shembull në Maqedoni, kur kam shkuar të bëj ski, e kam ndjerë që është shqiptare, ka ardhur nga Shqipëria dhe jam lënë në radhë, si thuash, për të marrë ski dhe duhet të mbaronin të gjithë maqedonësit ose të huajit dhe pastaj të vinin shqiptarët. Këtë e kam ndjerë. Dhe të nesërmen që kam folur anglisht, situata ndryshoi totalisht. Dhe unë, do me thënë, në element të vegjël ti e kupton që kur je në një shtet tjetër, dhe kjo është në manastirë, në Bitola, ata i thonë në Bitola, po unë preferoj t'i them në manastirë. Dhe ti shkon për pushime në manastir, aty ku është vendosur alfabeti i gjuhës shqipe, dhe e ndjen këtë. Do me thënë, ti kërkon vetëm një palë ski, s'ka asgjë të keqe. Por ti e kupton këtë, në këtë rast është një revolt që të shtyn dhe ka njerëz që realisht ndoshta edhe me profile falso e ndjen që të atakojnë për këtë patriotizëm edhe për këtë dashamirësi që ke ti ndaj shqiptarëve dhe të vërtetës në fundit. Është një shprehje shumë e bukur që thotë frika më e madhe është një shqiptar i ditur. Okej. Dhe kjo është plotësisht e vërtetë. Po, e bukur është shumë. Lufta më e madhe që po bëhet sot është disinformimi, që mos dalë e vërteta. Moment që ti lufton për të vërtetën, do përballesh me tilla situata. Dhe komplet çështje për momentin nuk është luftra, nuk është bashkimi i trojeve shqiptare. Qofse nuk kemi vetdije kombëtare, nuk do bëhet bashkimi kombëtar. Ne duhet luftojmë shumë fuqishëm për vetdijen kombëtare, me njoh historinë e kombit tonë, me njoh e periudhën, me njoh Iliridën, me njoh Kosovën, Preshevën, Trojë të tjera, historinë e atyre. Atëherë mund të kemi një bashkim kombëtar. Dhe sulmet dhe mesazhet që vijnë janë pa numërta, dhe këtë gjë kam analizuar shumë mirë. Nuk sulmohem për që du bashkim kombëtar. Sulmohem për të vërtetën, mos flas për çështje, mos flas për atë çështje. Më ka rastisë edhe nëpër media në Shqipëri që ka pas një tendencë shumë të vogël që e kuptoj. Në element të vegjël po çon nuk mund dalë nëpër media të flas tani për lule dhe për ngjyra. Patjetër. Nuk mund dalë unë për model në media shqiptare, unë po dalë se kam diçka, përfaqësoj diçka. Dhe thelbi komplet është vetë historia, nuk është që na etikomi ne si ekstremista, këto duan bashkim kombëtar, këto duan luftë. Jo, nuk është as pak e vërtetë. Kjo është ndërgjegjësim dhe histori. Qofse populli shqiptar do ketë ndërgjegjësim edhe do ketë vetdije kombëtare, besoj që gjërat mund të kthehen shumë shpejt më ndryshe se që janë sot. Po, mund të kemi neve për një kohë të shkurtër ose shek të brez si një brez i cili mund të ketë vetdije kombëtare, siç thua ti Bledi, ndërkohë që mua ndonjëherë më duket sikur sa vjen kombëtarja e Shqipërisë edhe kjo e Kosovës, ose i përjetoj unë, që nuk shoh futboll, po këto të dyja i shoh, të duket sikur ka vetdije kombëtare, po pastaj ti kupton që pa pritur shuhet, do me thënë ikin ato flamujt, ikin dhe uniformat e kombëtares dhe në përditshmëri nuk sheh një djalë që vesh këtë bluzën e UÇK-s apo ta ketë në mendje, si thua, apo si e sheh vetdijen. Se mua më ndodh që të them sa bukur, do me thënë në festat e nëntorit, në shoqërimin e kombëtares, po pastaj gjatë vitit çfarë bëjmë ne? Shiko. Se edhe unë entuziazmohem ndonjëherë. Nuk mund ta fajsoj. Pavarësisht se e di të vërtetën. Jo, nuk mund ta fajsoj rinin kjo pjesë. Rreth parë do të jemi ne. Do të tregoj një rast në Berat, që është bë Astrid Suli në Moralen e Beratit. Duke qenë se unë jam përballë me çdo lloj situatash, kudo që kam qenë, kisha një djalë Galvasani.
Dhe banorët në fillim nuk po e kuptoshin ç'lidhje ka UÇK-ja me Beratin, se nuk kishin informacion kush ishte Astrid Suli. Po. Dhe po thoshte që shiko, unë kam lënë punën e vit bëj diçka kombëtare, këto shiko si sillen. O vllai, thash, prit njerëz, kjo është detyra jote. Ti mos e jep përfundimin tani. Po. Kur të mbaroj, Kur të përfundoj puna. mund të japish, mund të thosh që shiko, nuk na pritet mirë. Gjatë ditëve, se aty u bo për një kohë shumë shkurtër, 6 ditë ishte afati, mu përfundu, njerëzit duke u interesu, lidhja ka UÇK-ja me Beratin, duke marrë informacion pa Astrid Sulin, ditë të fundit vazhdon të na sjell kafe atë. Dhe kjo është detyra jonë që ne do të japim informacion, do të punojmë për rinin, jo rinia për ne, se rinia Pra se cilin nga ne ta thot një fjalë në mënyrën e vet, me një imazh e bën bledi me një fjalë. Problemi më të madh nuk e shoh ke rinia, problemi më të madh e shoh ke mosha më e madhe. Po, që duhet t'i japi një lloj edukimi. Ato do të jetë kryesore, ato do të jetë mbështetja jonë. Jo më gjithmonë me atë idenë shiko se je vogël, do të dëgjosh këtë ande, okay, se ka dhe njerëz rebela, dhe njerëzit rebela shfryen ndoshta dhe jo me mënyrën e duhur. Por kjo s'do të thotë që ai nuk është patriot, nuk e do vendin. Siç e mungon çfarë më sot. Po. Duhet një grup rebelësh. Kur bisedoj me çamët, sidomos me djemë që nuk kanë shumë informacion, nuk janë njerëz të dijes, nuk janë njerëz që përcjellin librat, nuk janë njerëz akademik, janë njerëz thjesht, por aman, ato janë gatshëm me shpërthy. Po, e kuptoj. Jam i gatshëm. Po këto njerëz duhen mbështet. Duhen mbështet, duhen treguar një farë rrugë dhe një lloj informacioni. Ti kështu ke qenë edhe fëmijë? Do me thënë, kush ta ushqeu ty këtë dashurin për shqiptarët? Shiko, unë vi nga Dibra. Dibra është një krahin që gjithmonë kanë nxjerrë se me që the që të rinjt duhet të orientohen drejt kësaj. Është e vërtet. Unë jam rrit me historia të Elezi Sufit dhe Skënderbeut. Okej. Që kemi shumë historia në fakt në Dibër. Dhe në dhomat ose në odat të Dibrës kam pas qenë në Kong me Çifteli. Unë për Shkupin për herë të parë kam gjuhë në Kong. Për Çamërin për herë të parë kam gjuhë në Kong. Për Kosovën po ashtu. Se s'kemi pas informacion, nuk ka qenë bota teknologjike. Po, sigurisht. Plus pastaj që duke u rrit, duke pas ndjesi më të forta për çështje kombëtare, u futa thellë edhe ke rënjët e familjes, derisa gjeta informacionin që stërgjyshi im 1860 ka ra dëshmor në Dibër, kundra Osmanëve, turqë. Dhe më thonë është një thirrje gjaku. Edhe dikush tjetër që mund ta ketë këtë ndjenjë, ndoshta nuk ka informacion që mund vjerë nga një familje dëshmorësh. Prandaj them që këto individ që duan të bëjnë diçka për zgjedhën një rrugë gabume ose nuk din ku të përplasen, duhet me mbështet. Madje kam një rast shumë të veçantë me Alketin. Shpresoj mos mërzitet. Ja, absolutisht. Unë kam qenë që kam kërku, unë ceka pak më parë historinë që rrezikova me datë 9 janar, por më parë i kam pas kërku takim Alketit. Jo vetëm Alketit, por çdo kujt që mund më mbështet për këtë çështje. Takimi i parë ka qenë 2 minuta. Sa më takoi iku. Nuk e kuptova në fakt, me thënë drejtën. Takimi i dytë po e njëjta gjë. Edhe nuk i pata kërku më takim. Kaloj një kohë shumë e gjatë, nuk kisha kontakte me Alketin edhe me shumë tjerë, po duke parë që unë nuk po ndalosha, unë po vazhdosha, mirë, keq, me probleme, me 100 pasoja. Përrezistoje, kishe qëndrësën tënde, po.
e kisha qëllimin tim. Edhe ka qenë që jam djerë mirë paktën me veten time është kur ka kërku falje. Që nuk më ka marrë seriozisht. Edhe si puna ime ka shumë njerëz që tentojnë, kërkojnë mbështetje, por nuk gjejnë mbështetje dhe janë tralla ato njerëz që mund të hecin ose mund ta përballojnë çdo gjë vetëm. Prandaj them që ka rini, por varet si e përjeton vetë situatën. Dhe një pjesë e rinisë ishte Çami Korruc që si thuash, kërkoi ndihmën tënde për të realizuar një banderol Justice for Çamëria. Po. Ishte? Po. Ishte, domethënë, pelegrinazhi i fundit që ne realizuam në qershor në varrezat e Kloqerit në Konispol, dhe pastaj një grup të rinj si Çami Korruc, sepse është një pelegrinazh që ne e bëjmë çdo vit në përkujtim të atyre që erdhën në Konispol, të atyre që humbën jetën, të atyre që i shpëtonin dhe iknin gjenocidit në atë kohë. Ky grup të rinj ndërmerr një hap tjetër për të shkuar drejt kufirit dhe për të hapur këtë banderolën e madhe. Unë nuk e dija, unë sot e mora vesh që jeti pas asaj banderole. Do më thënë, sot vërtet e mora vesh. Do më thënë, unë jam, vërtet ka disa raste, si në rastin e historisë Alketit që të regove, ka disa raste ku njeriu, e sheh si një punë, por nuk i shkon mendja të pyes kush, si, pse u bë, qysh, apo vetëm në rastet kur është një punë shumë e mirë, vetëm kur është një punë e jashtëzakonshme, gjithsesi nuk bie asnjëherë poshtë. Pra, në kuptimin mund mos të vënë re një herë, 2 herë, 3 herë, po një punë e mirë e vazhdueshme nuk bie ose nuk të hedh poshtë asnjëherë. Po pra, nuk të ikën haku. Është e sigurt. Kjo është e sigurt që flasim vetë veprat, por doja më thonë më shumë për pjesën e tjerëve që ndoshta edhe ata të mos ta humbin besimin, e kuptoj. Mos ta humbin besimin nga vetja. Dhe është pak si problem kjo pjesa sot që sot mund të orientosh në çdo lloj fushë. Por dush diçka me zemër është një gjë shumë e rrallë sot. E di që e ka me zemrat këtë gjën. A ka të ngjashëm me ty në Shqipëri, në kuptimin le të jetë një 19 vjeçar, po që e di që e ka në zemër këtë gjën që bën? Po, ka. Ka. Madje nuk jemi pa shpresë domethënë. Ja, nuk jemi pa shpresë, ka dhe do ketë gjithmonë, por do jenë shumë të rrallë ato. Që do marrin përsipër. Por unë personalisht me çka kam përjetu me kauzën kombëtare nuk doja që dikush t'i kalote këto gjëra që kam kaluar. Madje do isha i pari që do i krijosha lidhjet që theste sa më shumë dhe mos përjetote gjërat që fillimi është shumë i vështirë kudo. Po flasim për fillimet, dikush e merr për jetën personale, për fitim. Po. Është komplet gjë tjetër. Çështjet e zemrës. Dhe çështjet e zemrës dhe çështje kombëtare. Shumë e vërtetë. Se ti do lesh jetën tënde, do lesh të ardhurat tua, do lesh familjen,
me bë diçka për kombin. Patjetër. Kur përballesh me disa situata që nuk duhet të hapin probleme shtetit shqiptar, kjo është ajo morali që të bie shumë. Po. Edhe Shumë e vërtet, shtysa. sepse në fund nuk maten parat që ti ke derdhur. Do me thënë, ose gjithë mundin që ti mund kesh derdhur aty, por kur fillojnë të t'akuzojnë ose nuk të kuptojnë, pavarësisht gjithë përpjekjes mundit, familjes që ke lënë pas, kohës që mund të shpenzoje me veten tënde, në momentin që të vënë përpara disa përgjegjësive, atëherë po ti thua që ke humbur shumë. Pra njeriu që e ka në zemër këtë gjën, patjetër që i xeron të gjitha këto që ka lënë pas. Ti ke lënë vajzën diku një ditë, dikush ka lënë milionat për çështjen çame. Po kur nuk të kuptojnë në shumë e vërtetë. Deri diku i kuptoj për arsye që këtë nisëm që kam marrë është nisëm që ka nisë para shumë vitesh. Po. Dhe nuk besoj që ka qenë dikush tjetër që e ka bërë këtë gjë. Jo, Dhe kur u kapsha në Konispol, kufi me Greqin, zakonisht ande jam kap shpesh nga policia kufitare që më kapshin me sprajt dhe me shqiponje. Në atë kohë ka qenë e pa besueshme që një djalë nga Dibra të vjere të boje shqiponje në Konispol. Edhe vetë logjika të çonte mos më e besu. Tashmë është komplet gjë tjetër. ti isha agent. Por ato mund të isha shumë Po. Jo, sepse është një realitet, është një realitet që nuk ta pranon logjika. Nuk është e zakonshme pra. Nuk ka qenë e zakonshme, nuk ka qenë normale për kohën kur e kam nisun. Kurse sot është më ndryshe. Sot njihet si kaos. Nëse s'do jem unë, do jetë dikush tjetër, por prapë do hapen rrugët, nuk do jenë ato problemet që kisha unë. Edhe do e ketë më të lehtë, besoj që do e ketë më të lehtë dikush që mund ta vërtoj këtë kaos. E këndon goca jote atë kuqezi? Këndon Lulën e Gosharës, Adem Jasharin dhe Albulenën. O, sa bukur. Mua më vjen shumë mirë që të kisha në studio dhe prandaj desha ta mbyllja me këtë pyetje për të kuptuar që do kemi fëmijë të së ardhmes kaq të me zemër kaq të pasur dhe kaq të madhe ku përfshin të gjithë shqiptarët e të gjithë historinë. Dhe më vjen mirë shumë që po e kalon tek vajza, ashtu sikurse kanë kaluar edhe i ke dëgjuar ti ato këngët e trimërisë që kur ke qenë e vogël. Do e mbështes çdo lloj vendimi që do marrë, por thash duke kalu vetë shumë situata ndryshme, nuk do doja të merrte rrugën time. Po ti nuk do ishe ti nuk do ishe që ka marrë që tani. E di, po asnjëri nga ne nuk do ishim këta që jemi, do me thënë, ndoshta kaq të fortë, nëse nuk do kishim kaluar disa vështirësi. Kështu që je ky që je, Bledi, sepse i ke kaluar edhe i ke bërë ballë gjithë sfidave. Faleminderit shumë që ishe pjesë e këtij diskutimi, e kësaj tryeze bisede, edhe mirë ardhsh edhe paç sa më shumë kështu kurajo edhe ngjyra për Shqipërinë. Do të më pasi detyrën radh parë. Faleminderit edhe të gjithë juve që na ndoqët edhe këtë të premte. Ju lë takimin e radhës të premten tjetër në orën 20:00. Mirupafshim.